Ua, kjo situata e këtij 73 vjeçarit me probleme të shëndetit mendor që nxori fiks fare në atë shtëpinë e shkatruar ashtu, çfarë skandali. Këtu ku jetoj unë të vë bashkia gjob, po nuk preve barin e shtëpisë tënde, thot 100 deri në $1000 gjob, po e le barin të rritet mbi 15 cm, kujdes, shikoj, dhe mund të ta konfiskoj komplet shtëpinë nëse ti e përsërit pra gabimin, nëse bësh një përsëritës. Pa le mo ta lesh në atë gjendje siç thot, kjo është shumë e rëndësishme. Kur do vi dita të bëhet dhe adheu ynë kështu, do ishim kthyer me qef mbrapsht. Tani zonja më shkruar nga Amerika. Sigurisht Amerika është një vend shumë larg nesh dhe larg nga mentaliteti, larg nga organizimi, larg nga demokracia dhe çdo gjë. Megjithatë bën fjalë për zonja bën fjalë për një kronik të transmetuar në fiks fare ku një zotëri me probleme shëndetit mendor e kishte kthyer shtëpinë e tij pothuajse në një banjë publike dhe ishte bërë shqetësim për komshitë e tij. Komshitë e tij u ankuan pastaj sepse mbante erë kështu me radh, mikrobe kështu me radh, u ankuan sepse ai nuk kishte as familjar aty, u ankuan tek institucionet që dikush ta merrte dhe ta trajtonte ashtu siç duhet. Pra, ti japi një trajtim të nevojshëm në të mirë të zotërisë dhe të komunitetit ku ai jeton, që të mos shqetësojë njeri. Mirë po, ky është realiteti në Shqipëri, domethënë. Ky është realiteti, nuk ekzistojnë ligje të tilla, ti them zonjës, nuk ekzistojnë ligje të tilla sepse ligji parashikon që njerëz të tillë, pra që kanë probleme të shëndetit mendor, duhet të trajtohen nga institucioni në bashkëpunim me familjen. Mirë po, pyetja është kur një person nuk ka familje, kur është i vetmuar, si veprohet? Këtu ligji ngec, nuk kemi. Mirë po, ajo që më bëri përshtypje shumë është fjalia e fundit, thotë kur do bëhet adheu ynë kështu. Do ishim kthyer me qef. Edhe unë nuk di të ta them këtë përgjigje zonjë nderuar, kur do bëhet adheu ynë, po mu më vjen akoma keq, vjen shumë keq në 2025-ën, ne vazhdojmë bëjmë pyetje ekzistenciale. Kur do bëhemi ne? Dhe kjo është shqetësuesja, sepse është shqetësuesja edhe për fëmijët tanë, mirë nëse hajde mo. Po edhe vetja na dhimbse se nuk jemi të vjetër, se jemi pleq, po për fëmijët të paktën. Megjithatë, përpiqemi të vëmë nga një tull që ta përmirësojmë realitetin në këtë vend, por e shoh që është pak e vështirë. Po ju lutem mos na krahasoni me Amerikën se jemi vite dritë larg. Ciao, faleminderit.